Ju falenderoj që keni ardhur këtu për shqetësimin tim, i cili mendoj nuk është vetëm imi personal, por një shqetësim publik. Kam marrë këtu në Tetovë të bëj një padi për komunën e Tetovës, për kryetarin e saj, zotin Kasami, duke nisur nga një postim që ai ka bërë në rrjetin e tij social, ku ai deklaron që ka dhuruar 5 shkollave në Tetovë afërsisht 5.000 libra. Dhe këte ka shoqëruar me video, me foto të librave. Nga një këqyrje fare e lehtë e këtë materialit të ekspozuar, unë kam konstatuar se të gjithë librat që komuna i ka blerë për të dhuruar shkollat e mesme të Tetovës janë të vjedhur. Pra, arsye pse unë vi padis këtu komunën, sepse është skandaloze që shteti të marrë një mall të vjedhur dhe ta dhuroj. E para, e dyta, pse? Sepse t'i dhuron bibliotekave publike, bibliotekave të nxënësve, që do thotë libra të tillë të vjedhur, të shtypur në mënyrë skandaloze, pa kurfar cilësie, madje edhe të përgjysmuara. Këto libra mbeten përfundimisht brez mas brezi në bibliotekat e shkollave. Nuk është se po shiten në librari dhe do zëvendëson, ato më nuk do zëvendëson. Pra, këtu është dy fish dëmi i madh që bëhet. E treta, ja dhe e treta, do them e treta është. Para 2 vjetësh, unë kam sjellë këtu Ismail Kadaren. Unë jam botuesi i tij. Dhe Tetova e bëri qytetar nderit të saj. Unë nuk mund të arrij ta kuptoj kryetarin e komunës, i cili e deklaroi qytetar nderit Kadaren dhe këtej vjen librat e Kadares. Kjo është skandaloze. Kjo është për mua e papranueshme në një botë të qytetëruar, që ti të mundesh të vjedhësh dikë edhe aq më tepër ti je shteti që e stimulon, e mbështet dhe ti e promovon. Kjo është shqetësimi im, se më thonë çdo kush që pse unë po padis kryetarin e komunës dhe komunën. Unë nuk kam punë fare kush ka bërë libra, se nuk mund t'i gjej. Ne nuk na lejojnë të shkojmë në shkolla për të parë deri ku ka shkuar keqja. Unë di atë që deklaron vetë kryetari i komunës, dhe ta zgjidhin ato dhe unë do ta zgjidh nëpërmjet gjykatës themelore, do ta padis përgjithësimore bashkë me avokatin tim. Përmendet që komuna e Tetovës ka blerë, me informacionin që kemi është që shkollat do ta mbledh me mjetet vetanake të tyre. Nuk ka blerë komuna e Tetovës. Para do ta padisni shtëpinë botuese Çabej, që tash do të ekziston më ajo shtëpi, apo komunën e Tetovës. Unë do të padis vetëm komunën e Tetovës, sepse unë nuk njoh as dikën tjetër që mund ta ketë bërë. Dhe sa për të që thoni jo, që ka mbledh shkollat, e ka blerë komuna librat, ajo ka fonde dhe i dhuron. Jo, nuk i ka blerë. Po s'ka rëndësi për mua, ka rëndësi që Bilal Kasami mbështet një vjedhje. Për mua nuk ka rëndësi detajet. Mund të bëni një sqarim kur thoni të vjedhura, në ç'kuptim të vjedhura do të thotë, libri Ismail Kadares, gjenerashtis vdeku, libri ikonit tit, është botuar me kopertinë tjetër, është bërë me emrin në shtëpia botuese e Rilindja, kur të gjithë e dinë që shtëpia botuese Onufri ka të drejtën ekskluzive të Kadares. Pra, nuk është se janë libra që ti thua, pa dalë të bëjmë ekspertizën janë apo s'janë. Ai që në kopertinë të thotë që unë ta kam vjedhur. Dhe për të justifikuar që ju me të drejtë mund bëni pyetjen që a ka faj, s'ka faj komuna. Dhe për mua nuk është të lehtë të vjen këtu, unë Bilal Kasamin kam folur dikur me te, kam përshtypje të mira, por ky është një fakt i rëndë dhe ato duhet të përgjigjen sepse kanë mekanizma të tilla që nuk mund të gabojnë. Ti shkon në një dyqan, merr një faturë origjinale që nuk është e vjedhur. Dhe shteti nuk pas organizma, drejtori arsimore, kulture, që do mbledh librat nga botuesi dhe ti thon zotëri, ti je pronar këtij libri? Po, ku e ke faturën tatimore? Është fare e thjeshtë. Edhe një pyetje tani, shkollat i kanë blerë librat nga shtëpia botuese Çabej. Mirë po, shtëpia botuese Çabej thotë ne kemi marrë 3 rilindjes. Ata e kanë të drejtë. Si komentoni? Çfarë ka rilindja?
shkollat I kanë merë në autorizim. Rirines ekziston dhe e drejta për ismerkaderen e ka vetëm Onufre dhe kjo dihet botërisht. Dhe mu nuk më intereson fare ç'a bëj, mu më intereson kryetari I komunës. Atë ta gjej të kryetari I komunës ç'a bëj, jo, s'jam polic. Do kërkoni ndonjë dëmshpërblim? Do kërkoj dëmshpërblim shumë të rëndë, nuk do ta fal. Ka vite që librat tanë vidhen madje, unë kam marrë të që 98-ën, që vidhe libri Ismail Kadares. Dhe nuk bërë pa di thjesht sepse ishin gati organet maqedonase të dënoni këdo shqiptar dhe nuk e bëra këtë gjë. Ne na vjen në Kosovë më kriminalisht. Por unë me këtë nis një aksion për të mbrojtur nderin e shkrimtarit tim të dashur Ismail Kadare, pronën e tij intelektuale, që është e tia, e trashëgimtarëve të tij që janë 2 vajza dhe gruaja e tij, dhe botuesi I tij, dhe nuk do lejoj që të nëpërkëmbë këto të drejta aq më tepër të servire nxënësve botimet e një cilësie kriminale. Sepse ai që do të fitoj para nuk ka interes tek cilësia dhe ai nuk është ai mbrapa, jam unë. Pra në bibliotekat e shkollave është Onufri dhe është një turp. Është një skandal. Ju besoj dini se si librat tona nuk ka shanse të jenë ashtu, kurse ne edhe dëmtohemi ekonomikisht edhe moralisht. Pra paraqitja jonë para brezave të ndryshme të nxënësve në tetove është skandaloze, është e papranueshme. Unë do kërkoj një dënim të rëndë që t'i vi mendja në vend këtyre njerëzve. Nuk na, po si na ka rënë, por ajo që është këtu, pse unë jam mobilizuar, është sepse shteti që do na mbroj, shteti e promovon në vjedhjen. Nuk e di nga zotëria që ka një kabinet të tin që merret me prokurimet nga librat, si është të bëj Bilali. Po ka njerëz, apo jo? Unë do bëj pa di vetëm për komunë, në komunët I gjej këto, edhe avokati. Edhe një pyetje fundit, përveç titullit që I përmend Ismail Kadares, është bërë edhe ndonjë copyright? Po, ishte libri 100 vjet vetëm që ka copyrightin për 100 vjet vetëm, për këtë vepre Markës dhe kemi neve. Unë pash të alkimisti, pash të gjithë librat janë të vjedhur. Të gjithë librat janë bërë me printer, me letër të bardhë, me cilësi mizerie, që është një skandal. Kjo është ana tjetër morale, që ty përpara publikut, para nxënësve, ti je një njeri që punon pa cilësi, gjë që nuk është në stilin e punës tonë. Pra mirë dëm ekonomik, pa dhe të fëlliq me cilësi. Ju jeni Bujar Hudri? Unë jam Bujar Hudri, pronaj shtëpisë botuese Onufri.